Përshëndetje të dashur miq të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar Genc Syga, një shkodran i ardhur nga Hollanda. Përshëndetje Genc. Faleminderit për ftesën zonjë. Genc, a mund të prezantoheni për ndjekësit tanë? Patjetër, kam një dëshirë shumë të madhe të flas rreth demokracisë në Shqipëri. Unë i lindur në Shkodër, në moshën rinore isha aktiv në proceset demokratike në Shqipëri. Që në 89 u morën pjesë shkodranët për hedhjen e bushtit të Stalinit. Ata shkodranë që kërkonin demokracinë. Pas kësaj periudhe, erdhi situata e hedhjes së bushtit të Enver Hoxhës, ku unë aty isha pjesëtar i një grupit me shkodran që i hodhëm litarit në kokë diktatorit të asaj kohe. Mas kësaj kohe, unë kalova me Partinë Demokratike në Tiranë, me pa se si ecin lëvizja Partisë Demokratike për të ardhmen e vendit. Shkova disa herë u takova dhe me kokat kryesore të Partisë Demokratike. Por pash që Partia Demokratike nuk ishte ajo që unë kërkoja. Dhe kjo parti ma impunoi ju me dëshirë të largohem nga atë im dhe të emigroj në Holland. Por gjatë saj kohët në Holland, unë vujta në gjitha drejtimet pa nanë, pa babë, pa vlla, pa motër dhe pa gjumësia madhe. Shqiptarët u detyruan të largohen dhe në këtë fazë isha dhe unë një nga ato. Por tani, me të këta vite që kalova në Holland, me një shtres të jashtëzakonshëm me popullin tem dhe familja shqiptare, popullin shqiptar. Kur mora vesh se po ndërtohet një parti e cila quhet Shpresa Demokratike, pash element të kësaj partie dhe programin e kësaj partie që do të shërbete të ardhmes dhe pluralizmit shqiptar. Genc, përse ju bashkuat Partisë Shpresa Demokrate? Çfarë ju bindi te Shpresa? Partia Shpresa Demokrate zonjë është një parti e re, por mi baza të shënosha demokratike. U ka një program në të cilin jo veç për popullin shqiptar brenda Shqipërisë, por Shqipëria është e madhe. Do të shikoni këtë hartën zotëri, kjo është toka shqiptarëve, arbrezhve, të cilët luftoi Gjergj Kastrioti vite për të mbrojtur me gjak, u dhan jetën minja shqiptar për të mbrojtur të trojat. Armiku ju deportoi në për trojat shqiptare, për të përqarë në gjitha mënyrët, për të edhe drejtimin e asimilimit. Por, ky popull nuk do të asimilohet lehtë, se ne jemi të lindur, jemi stërnipat Aleksandrit të Madh dhe Skënderbeut të Madh. Gjaku jon nuk bëhet ujë. Dhe dëshira e gjitha këtyre patriotëve, vite që luftojnë për mbrojtjen e trojave shqiptare. Partia Shpresa Demokratike do t'i krijojë mundësi çdo lloj shqiptari, s'ka rëndësi krahinë dhe idejet, punollet Kosovë, Maqedoni, Çamri apo Maltëzi. Ne jemi një gjak dhe vetmja është flamuri shqiptar. U do të valvitet pa frikë, u do të mbrohet me gjak çdo cep i Shqipërisë, ku armiku jon do të shtrëngoj mirë dhëmbët me kekat të bëj. Ne jemi, thënë dhe përsëris edhe herë, stërnipat e Aleksandrit dhe Gjergj Kastriotit të Madh. Prandaj, këto ishin disa nga arsyet që plotëson kushtet që unë të kthesha nga Holanda dhe të bëhem antar i kësaj partie dhe ta ndihmoj këtë parti e gjitha mundësitë e mia. Po i bëj thirrje dhe gjithë
shkodranëve që janë me të vërtet patriot dhe demokrat, të cilet kanë vujtur në këta vite. Shkodra Loce ka shkodran, nuk do të lanë në balt. Shqipëria ka shqiptar. Dhe ku jeni o vlezër, në çdo cep të Shqipërisë, kthejuni këtu të toka jonë e të parve, të cilet po mundohen të na shkatrojnë armiqt. Armiqt tanë do të kalojnë vetëm mi trupat tonë, por nuk mund të shkatrojnë ashtu që i kanë bë planet armiqt e shqiptarëve. Ne jemi arbareshët dhe kosovarët, maqedonasit, çamet, malizi, të gjithë janë vëllezërit tonë. Të gjithë në gjithë të troje do të flitet gjuha shqipe, ku shqiptari nuk ka nevojë të emigrojë. Me gjithë këtë pasuri që kemi ne vëllezër, jemi shteti më i pasur në Europë dhe do ta ndërtojmë Shqipërinë me Partinë Shpresa Demokratike, e cila ka një program që ju akoma nuk e keni pa si duhet, por ne do të krijojmë shtetin e vërtet shqiptar. Dhe kjo është arsyeja që unë kam ardhur dhe i betohem popullit shqiptar dhe popullit shkodran që do t'i shërbej Partisë Shpresa Demokratike dhe me jetën time, po të jetë nevoja. Partia Shpresa Demokratike do të zgjoj ëndërrat e të parëve tanë që kaluan me vujtje, sakrifica. Unë flas për familjen time. Babai im i dënuar 101 vjet burg në këtë tokë, veç që kërkonte demokraci dhe të drejtë. Ai nuk bani 101 vjet burg, faktikisht bani 18 vjet burg. Por gjithë jetën u masakru familja jonë. As një të drejtë nuk ishin. As të shkonim në shkolla dhe as të shkonim në një punë ku të jetonim normal si të tjerët. Ku erdhi momenti, unë thash edhe më përpara, ju bashkova Partisë Demokratike. Por Partia Demokratike nuk e la atë që u do të me lanë për këtë popull të sakrifikuar, të vujtur, të përgjakur, masakrat nga më të ndryshme, nga veriu deri në jug. Po ashtu, jo më në territori shqiptar vetëm, po edhe në trojet e vëllezërve tanë kosovar, të cilet dardanët të vjetër të Europës ndërtuan Europën, ata të cilet ndërtuan Romën, ata të cilet ndërtuan viset e Vatikanit, Venecin, qytetrimet të mëdha. Europa vetë duhet të ketë respekt për popullin shqiptar, po dhe vetë Europa duhet të ketë respekt për shqiptarët që janë jashtë Shqipërisë. Vëllezërit e mi shqiptar të mos diskriminohen, por t'i batë respekt këtij popull të vjetër hynor, po dhe të parët Egjiptit të lash flisnin gjuhën shqipe. Prandaj i bëj thirrje popullit shkodran dhe popullit shqiptar brenda Shqipërisë, po dhe jashtë Shqipërisë dhe në çdo kontinent të Shqipërisë. Ktheheni vëllezër, ktheheni se është momenti. Ne kemi parti, kjo është shpresa demokratike, demokracisë, e cila do të krijojë shtetin me baza ligjore dhe drejta. Nuk duhet që fëmijët tuaj o shqiptar të emigrojnë. Nuk duhet t'i shërbejnë tokës vetë. Ne jemi shumë të pasur. Pasuritë tona do ta bëjnë vendin ton aq të fuqishëm sa dhe Europa do të zgjohet nga gjumi se kush ne jemi. Mesazhi im kryesor është zonjë që siç ardhon këtu, që neve kemi një protestë në datë 13 në qendër të Tiranës, dhe kam për shqiptarë shumë që shqiptarët kudo që janë, të shikojnë, të studiojnë situatat dhe të mendojnë se kjo parti është një parti që do t'i jap shans edhe fëmijëve tyre dhe atyre vetë që të kthehen në Shqipëri, të ndërtojmë Shqipërinë, e jo brezi jonë të ndërtoj botën. Ne kemi faktikisht ndërtuar botën. Ne kemi dëshmi. Ne jemi ata shqiptarë që kemi ndërtuar edhe shtetet të mëdha, si ishte Bizanti, pe Konstantinit. Konstantini ishte një dardan
ishte një shqiptar i cili ndërtoi në fiset ku janë të tjerët, që nuk pa flas për këtë zonjë, por aty ishin Dardanët, dhe të cilët Enean edhe Konstantinin ndërtuan Bizantin, si shtojnë Europianët. Po, faktikisht, Bizant është fjale ujë, por e ka Konstantinopoli i shqiptarëve. Dhe dua të them edhe diçka tjetër zonjë. Kjo tokë nuk quhet Ballkan. Kjo tokë e ka emrin Iliri. Në fëmijët e mi, stërnipat, duhet të luftojnë që emri t'i kthehet marapa, ti popullit hynor. Është një popull që ndërtoi dhe më dhejherë Europën, po dhe më përpara. Ne ndërtuam me Egyptin e lashtë. Egjiptianët, jo vetëm në kohën e Aleksandrit të Madh flisnin shqip, po dhe para kohës e Aleksandrit. Ata kishin zotronin çdo gjë, teknologji, shkencë. Të gjithë shtetet tjera kopjuan dhe ne përfunduam në këtë katastrofë që është shumë e dhimbshme, por shumë shqiptarë, të vërtet shqiptarë, nuk flenë në kjo vujtje që ka kalu ky popull. Gens, a keni një mesazh për shqiptarët? Patjetër zonjë. Siç erdhët nga Holanda për të bashkuar Partisë Shpresa Demokratike, i bëj thirrje të gjithë shqiptarëve, kudo që ndodhen, jo vetëm në Europë, por në gjithë kontinentet e këtij planet, të kthehen me datë 13 në Tiranë, të vendosin atë që ne kërkojmë, shtetin e ligjit dhe të drejtave. Shqiptarë, kthenu se Shqipëria do të bëhet. Ne nuk flasim me një optimizëm fals, por do të vendosen ligjet dhe drejtësia, do të vendosen shteti të drejtës. Populli shqiptar të shikojë ku ne shqiptar me gjithë këto të mira materiale që kemi, ndërtojmë shtetin tonë. E jo të rinjt dhe të rejat të dalin të ikun nga nana, nga baba dhe të baraktisin familjet. Shteti shqiptar do të krijojë punë, do të krijojë arsim, do të krijojë shëndetësi. Prandaj ju lutem shqiptarëve kudo që janë, merrni pjesë në datë 13 në sheshin Skënderbej dhe bani pjesë i kësaj partie të lavdishme. Faleminderit Gens. Të dashur miq, jemi në transmetimin e radhës.